Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Zëvendës ministre e transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Zeqiri, akuzoi BDI-n se ka përdorur projektin autostradës Shkup-Llac ndër vite për të mbledhur vota. Në një konferencë për shtyp, Zekolli Zeqiri tha se në shkrimi kontratës për ndërtimin e pjesës së dytë të kësaj autostrade është dëshmi që projektet nuk realizohen me propagandë, por me punë. E premtuan në vitin 2008, e përsëritën në vitin 2011, 2014, në vitin 2017, 2020 dhe sërish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët panë vetëm rreth 2 kilometra rrugë. Për Blenin, patriotizmi matet me punë. Pas shumë vite shpritje, rruga Shkup-Llac më në fund kalon nga premtimi në realizim. Tha zëvendës ministri Zekolli Zeqiri. Kryetari i Lidhjes Shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Ziadin Sela, përmes një konference për shtyp në Kuvend paralajmëroi dorëzimin e amendamenteve për bllokimin e kodit zgjedhor nëse diasporës nuk i lejohet që në mënyrë elektronike ose me postë të votojë edhe në zgjedhjet lokale. Sela akuzoi partitë shqiptare si Vlende BDI se kanë rënë dakord bashkë me VMRO-n për të përjashtuar diasporën shqiptare nga zgjedhjet lokale që të mos kenë ndikim në komunat e rëndësishme si Kërçova, Bërvenica dhe Buteli. Duke folur për propozimet e tjera, Sela tha se votimi elektronik i diasporës në zgjedhjet presidenciale ka për qëllim zbejjen e ndikimit të shqiptarëve dhe arritjen e censusit sa më lehtë, ndërsa në votimin parlamentar në njësi të veçanta, Sela tha se duan që diasporën ta mbajnë sa më larg proceseve politike në vendlindje. Votimi i diasporës vetëm për zgjedhje presidenciale nënkupton përjashtimin e ndikimit të shqiptarëve në zgjedhjen e presidentit, me qëllim arritjen e cenzusit dhe shqiptarët mos jenë faktor që vendosin në lidhje me zgjedhjen e presidentit. Rajoni. Ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu kërkon nga raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Kosovën Rio Teras mbështetje për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas njoftimit të presidencës, Axhiu tha se përparimi i Kosovës duhet të vlerësohet mbi bazën e meritave dhe se vendit duhet t'i japet rruga për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisjen e negociatave për antarësim. Në të thuhet se ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës nuk kërkon përjashtim nga kriteret, por një proces të drejtë që reflekton progresin e arritur në reformat europiane. Po ashtu, Axhiu dhe Terasi diskutuan për dialogun me Serbinë, çështjet e sigurisë dhe mungesën e përgjegjësisë për sulmin terrorist në Bajnsk. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës i Kosovës Glauko Njusa kërkoi nga eurodeputeti Rio Teras që aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian të marrë vëmendjen e dur. Gjatë diskutimeve për zhvillimet politike në vend, procesin e formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe integrimin evropian dhe euroatlantik Kosovës, Njusa kërkoi t'i japet rrugë avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe negociatave për antarësim. Republika e Kosovës mbetet angazhuar maksimalisht për avancimin e rrugës europiane, thellimin e bashkëpunimit në institucionet e Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e hapave të nevojshëm drejt integrimit të plot në BE, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Betri Hamza gjatë takimit me eurodeputetin Rio Teras ndau shqetësimin për pamundësinë e krijimit të institucioneve plotësisht funksionale për një periudhë të gjatë, duke shtuar se Kosovës i nevojiten institucione që marrin vendime, zbatojnë reforma dhe rindërtojnë besim me partnerët evropian. Stabiliteti nuk nënkupton vetëm formimin e institucioneve, por dhe qeverisjen demokratike, dialogun politik dhe respektimin e kushtetutës të Hamza. Në fund ai shpreu mirënjohje për rolin e eurodeputetit Teras dhe të Parlamentit Evropian si mbështetës të fuqishëm të Kosovës dhe aspiratave të saj për antarësim në BE. Lehtësohen kushtet e punësimit të qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë në vendet respektive. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për mobilitetin në punë ndërmjet Ministrit për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, punësimi në vendet respektive mund të kryhet pa miratim për punësim nga agjencitë përkatëse, ndërsa do të kenë të njëjtat të drejta dhe mbrojtje si punëtorët vendas. Marrëveshja parasheh gjithashtu njojën e kontributeve pensionale dhe sigurimeve shoqërore sipas marrëveshjeve në fuqi. Ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha përshëndeti nënshkrimin e kontratës për realizimin e autostradës Shkup-Llac nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas Bashës, ky është lajmi i mirë, sepse si projekt ka rëndësi të veçantë për lidhjen e infrastrukturës ndërmjet Republikës Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Realizimi i këtij investimi do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mallrave, do të forcojë bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy vendeve, si do të krijojë mundësi të reja për zhvillim, investime dhe integrim rajonal, deklaroi Dimal Basha. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Komisioni Xhafaj në Kuvendin e Shqipërisë kritikon punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë si një nga sistemet më të dobta të drejtësisë. Pas raportimit të kryetares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Fatmir Xhafaj vlerësoi se shumë çështje që lidhen me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimmarrje të diskutueshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Çështjet që lidhen me vlerësimin, me promovimin, gjitha këto do vazhdojnë në kalendat gretë. Se ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve. Ju keni vështirësi në marrjen e vendimeve për shkak se nuk shfryzoni efektivisht kohën tuaj të punës. Xhafaj u shpreh kritik për mënyrën e plotësimit të vakancave. Krahas saj, ai kritikoi dhe trajnimin e kapaciteteve mbështetëse në Këshill që sipas tij nuk duhet të jetë hapësirë qokash. Digitalizimi sipas Xhafajt mbetet një nga pikat që ndikon negativisht vlerësimin. Vijon protesta para kryeministërisë në ditën e saj të 37. Protestuesit vijojnë marshimin në rrugët e Tiranës me thirrje të arrestoni Ramën në Parlamenti i Krimit, Adheu në Kshitet, Edi Rama jep dorëheqjen, Rama në burg dhe Berisha në burg. Protesta nuk u shoqërua me incidente. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se partia më e madhe opozitare nuk do të marrë pjesë në kuvend derisa të merren parasysh kërkesat e protestuesve. Gjatë një konferencë për mediat, Berisha tha se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin, por ka vendosur të mos marrë pjesë në seancat plenare derisa të futen rendite amendamentet e propozuara nga deputetët demokratë, të cilat sipas tij pasqyrojnë 5 kërkesat e protestuesve. Kemi bojkotuar parlamentin, kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokoj paraqitjen në parlament të amendamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësues të protestës. Berisha tha se mazhoranca po bllokon shqyrtimin e këtyre amendamenteve, duke cilësuar të si shkelje të drejtave kushtetuese të opozitës dhe mungesë respekti ndaj protestave dhe qytetarëve. Mbajtja e tyre pa i paraqitur në parlament është një fyrje shumë e rëndë për opozitën, protestën dhe për shqiptarët. Është një dhunim i të drejtave kushtetuese. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, konfirmoi angazhimin për mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin e ekonomisë rurale në vend. Në ditën botërore të zhvillimit rural, Salla theksoi se për vitin 2026 përfshihen 5.2 miliard lekë për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi si dhe 1.5 miliard lekë garanci sovrane për kreditimin e fermerëve dhe agrobiznesit. Po ashtu parashikohen 4 miliard lekë investime në ujitje dhe kullim, me synim garantimin e një prodhimi më të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Një tjetër masë njoftuar është dekompensimi prej 10% për shitjen e produkteve bujqësore, i cili nis nga një koriku si mbështetje drejt për fermerët dhe formalizimin e sektorit bujqësor. Bota. Modernizimi i flotës avionëve transportues, një projekt i përbashkët prokurimi për avion pa pilot dhe zëvendësimi i flotës së vjetruar të sistemit të paralajmërimit dhe kontrollit ajror janë tre nga ambicjet e paraqitura nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në samitin e Aleancës të zhvilluar në Ankara. Aleanca nisi samitin e saj me një forum të industrisë i fokusuar në rritjen e prokurimit përbashkët dhe bashkëpunimit industrial. Ai prezantoi projekte që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johan Vadeful, mbrojti buxhetin e mbrojtjes, duke kundërshtuar kritikat e reja të presidentit amerikan Donald Trump në prag të samitit dyditor të NATO-s në Ankara. Në intervistë për një radio gjermane, Vadeful deklaroi se shpenzimet e Gjermanisë për mbrojtjen janë në rritje dhe se vendi është në rrugën e duhur për të përmbushur objektivin e ri të NATO-s. Sipas marrëveshjes së arritur nga aleatët vitin e kaluar, vendet anëtare janë angazhuar të rrisin shpenzimet bazë për mbrojtjen nga 2% në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Ministri Gjerman tha se Berlini synon të arrijë këtë nivel përpara fundit të dekadës. Ministri i Jashtëm i Turqisë paralajmëron se siguria europiane nuk mund të reduktohet në Bashkimin Evropian. Hakan Fidan bën thirrje për një qasje më të gjerë, duke theksuar rolin qendror të Turqisë në arkitekturën e sigurisë së kontinentit. Fidan bën thirrje që NATO të përqendrohet në ndërtimin e kapaciteteve strategjike afatgjata dhe jo vetëm në reagimin ndaj kërcënimeve ekzistuese, thanë burime diplomatike. Sipas tij, kapaciteti i industrisë së mbrojtjes së NATO-s nuk duhet të shihet vetëm përmes një kornize të përqendruar të Bashkimit Evropian, duke përshkruar vende si Turqia dhe Britania, të dyja me industri të fuqishme të mbrojtjes si partner natyral dhe thelbësor në Bashkëpunimin Evropian në fushën e mbrojtjes.
Britania e Madhe rrit cilësinë e prodhimit të dronëve që do të përdoren në konfliktet e së ardhmes. Forcat armatosura britanike po testojnë në mënyrë intensive Najon, një sistem ajror pa pilot i kategorisë One Way Effector, i projektuar për përdorim si në operacione detare, ashtu dhe në ato toksore, shkruan Il Giornale. Pas mësimeve të nxjerra nga lufta në Ukrainë, Marina Mbretërore dhe Ushtria Britanike po testojnë kapacitete reja të përdorshme në distancë për të përballur me skenaret të ardhshme, duke fokusuar tek efikasiteti dhe shumë funksionaliteti, i ndërtuar me fibër karboni dhe pajisur me një motor mikroturbin. Najan mund të arrijë një shpejtësi 450 km/h dhe ka një rrezë veprimi nga 150 deri në 200 km. Kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump beson se si presidenti rus Vladimir Putin ashtu dhe ai Ukrainas Volodymyr Zelenski duan të japin fund luftës në Ukrainë. Ai ka shprehur optimizëm se negociatat po bëjnë më shumë përparim se sa e kuptojnë shumë vëzhgues. Well, I think he does feel pressure. He wants to end it, and Ukraine wants to end it, and we're in talks, and we'll see if we can get it ended. It's a terrible thing. Mendoj se ai, Putin, ndjen presion. Ai dëshiron të jap fund luftës dhe Ukraina dëshiron të jap fund dhe ne jemi në bisedime, do të shohim nëse mund të japim fund, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti amerikan tha se ka besim në përpjekjet diplomatike, duke shtuar se një zgjidhje e konfliktit mund të jetë më afër se sa kuptohet publikisht. Presidenti amerikan tha se Ukraina do të jetë një nga temat kryesore me aleatët e NATO-s në Ankara. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.